Familja e Liam Payne janë tërësisht të shkatruar pas vdekjes tragjike të këngëtarit në moshën 31 vjeçare. Ish ylli i One Direction pësoi një frakturë të kafkës pasi u rrëzua nga kati i tretë i një hoteli në Buenos Aires pas orës 17 të mërkurën. Një antar i familjes i tha Mail Online: "Ne jemi krejtësisht të shkatruar nga lajmet." Muzikanti u rrit në Wolverhampton nga nëna e tij Karen, një infermiere dhe babai Geoff, dhe kishte 2 motra më të mëdha, Nicola dhe Ruth.